Përfutëroni një kamion të blokuar në baltë deri në akse. Tani, përfytyrojeni atë duke dalë si një tank minuta më vonë. Kjo nuk është shkencë fiksion. Sot, do të zbuloni shpikjet e jashtëzakonshme revolucionare për kamion që duken të pamundura. Nga zinxhirët e menjëhershëm të Kanadas, deri te sistemet e shpëtimit ekspres të Holandës dhe robotika suedeze, ne do t'ju tregojmë teknologjinë që po thyen të gjithë kufijtë. Kompani inovative po ndryshojnë rregullat e lojës me zgjidhje unike që duhet t'i shihni për t'i besuar. Le të fillojmë. Zinxhir gome të menjëhershëm, ku një kamion duhet të shtërohet në një tank. Mendoni për gjën më të afërt me një tank që mund të imagjinoni, por pa koston, kompleksitetin dhe qufizimit e qarkullimit në rrugë. Tani, merreni atë imazh dhe përshtatjani çdo kamioni 6x4, 6x8 ose madje edhe njëri morkioje. Ky nuk është një ushtrim imagjinate, është produkti i përditshëm i Right Track Systems, një kompani kanadeze që ka ripërcaktuar konceptin e tërheqjes ekstreme. Shpikja e tyre janë zinxhirët e gomës, por me një kthes revolucionare. Ato janë plotësisht të rindërtueshme dhe instalohen në rreth një orë. Procesi është aq elegant sa edhe efektiv. Këto nuk janë zinxhir metalik që dëmtojnë asfaltin. Janë shirita gome të përforcuar me udhëzues qeliku që përshtaten mbi gomat ekzistuese. Nuk kërkohet të modifikoni kamionin tuaj. Nuk keni nevojë për një punishtë të specializuar. Me një ekip prej 2 ose 3 personash dhe mjetet e duhura, kamioni juaj pushon së qeni një automjet rrugësh dhe shtërohet në një kolos me gjurmë prej 30 inçesh të gjerë. Shtërimi është fizik dhe drastik. Ku më parë kishit një pikë kontakti, sa madhësia e pëllëmbës së dorës, tani keni një gjurmë të zgjatur dhe të gjerë që shpërndan peshën e automjetit mbi një sipërfaqe deri në 7 herë më të madhe. Të dhënat teknike janë mbreselenëse. Ato ofrojnë midis 500 dhe 700% më shumë pluskim. Kjo do të thotë që presioni mbi tokë, ajo vlerë që zhyt rrotat në baltë, bord të thellë ose rër, reduktohet në një fraksion. Kamioni, fjalë për fjalë, lundron mbi terrene që më parë do ta kishin glabruar. Por genialiteti nuk përfundon këtu. Këto zinxhir nuk ju nxjerrin vetëm nga problemi. Ato mbrojnë investimin tuaj më të vlefshëm, gomat. Duke mbuduar plotësisht shiritin e rrotullimit dhe një pjesë të madhe të amve, ato i blindojnë kundër prerjeve, goditjeve me shkëmbi dhe konsumit gërryes të zhavorit. Është një mburojë e lëvishme. Dhe kur terreni përmirësohet dhe duhet të ktheheni në rrugë, zinxhirët hiqen në pak minuta. Kamioni juaj kthehet të jetë i ligjshëm për rrugën, pa kompromise. Tani, bëjini vetes këtë pyetje, të njëjtën që i bëri vetes minatori i parë që përdori këtë sistem. Sa vlen të mund të nxjerrësh një ngarkesë prej $1 milion nga një pellë balte në kohë dhe pa dëmtuar as kamionin dhe as mallin? Përgjigjja bën që kjo shpikje të kalojë nga të qenit një aksesor interesant në një policë sigurimi operacional të domosdoshëm. Aksi që shumëfishohet. Kurthi sekret për të fituar tërheqje. Le të vazhdojmë në të ftohtë, por të ndryshojmë skenarin. Tani, jeni në një kompani transporti skandinave. Keni zgjedhur një flot kamionesh 6x2, një aks i vetëm i pasmë lëvizës, sepse janë më të lirë për t'u blerë, më të lehtë, kështu mund të ngarkoni më shumë dhe kanë një konsum më të ulët karburanti. Vendimi është financiarisht i patmet, derisa vjen dimri. Një pjerësi e mbuluar me akull dhe bord të ngjeshur shdërohet në një mur të pakapërcyeshëm. Rrotat lëvizëse rrëshqasin, kamioni mbetet i ndaluar, trafiku blokohet pas jush. Opsioni ekonomik shdërohet në atë qast në më të kushtueshmin. Ju duhet tërheqje shtesë, por nuk mund të ma gjepsni një aks lëvizës nga asgjëja. Ose, mbase po. Nga Suedia, një vend që di një dy gjëra për dimrat e pamëshirshëm, vjen zgjidhja. Robson Drive nga kompania Zetterbergs. Kjo shpikje është aq e thjeshtë sa të dhëm që nuk e ke menduar më parë. Është, esencialisht, një aks i tretë lëvizës virtual që vendoset sipas kërkesës. Sistemi përbëhet nga një rrotull qeliku, midis 33 dhe 43 cm diametër, i montuar në një krah hidraulik. Kur shoferi aktivizon sistemin nga kabina, ky krah ulet dhe vendos rrotullën fiks midis gomave të aksit të pasmë lëvizës dhe atyre të aksit të parë më të afërt, ose midis akseve të një rimorkioje. Çfarë ndodh atëherë? Rrota lëvizëse gjatë rrotullimit bie në kontakt me rrotullën. Rrotulla nga ana e saj rrotullohet dhe transferon atë rrotullim përmes fërkimit te rrota tjetër, ajo që normalisht është pasive. Papritur, keni sinkronizuar tërheqjen e dy rrotave me forcën e një motori të vetëm. Kamioni 6x2 përfiton në pak sekonda vetit e kapjes së një 6x4. Është një kurth mekanik i përsosur për të mashtruar fizikën e rrëshqitjes. Nuk është një sistem i përhershëm që shton peshë dhe kompleksitet, është një burim taktik.
Pasi kalon pjesën e vështirë, ai tërhiqet dhe kamioni kthehet në konfigurimin e tij eficient. Pohimi është provokues, por i vërtet, kjo bën që një kamion me 2 akse lëvizëse të performojë si 1-3, pa koston shtesë të përhershme, peshën e vdekur të shtuar ose konsumin më të lartë të karburantit. Është ëndra e menaxherit të flotës, eficiencë kur kushtet janë të mira, fuqi e plot kur situata bëhet e vështirë. Rotat pa ajër, fundi i shpimeve katastrofike. Tani le ta çojmë imagjinatën në mjedisin më armiqësor nga të gjithë, një minier e hapur. Kamion me lartësi prej 2 katesh, me rrota që kalojnë 4 metra diametër, duke ngarkuar 200 ton shkëmb. Këtu, një shpim nuk është një shqetësim, është një ngjarje katastrofike. Një gomë gjigante OTR, off the road, kur dështon, mund të çlirojë një energji shpërtyese ekuivalente me disa kilogram dinamit, duke coptuar gjithçka rreth saj. Kostoja e vetëm një prej këtyre gomave është astronomike, dhe jeta e saj e dobishme në atë stres është e kufizuar. Është pika më e dobët, më e shtrenjtë dhe më e rrezikshme e gjithë operacionit minerar. Deri tani. Hynë në skenë thyerja totale, Air Suspension Wheels, ASW, nga Global Air Cylinder Wheels. Harrojeni plotësisht konceptin e gomës. Ajo që ata propozojnë është një rotë plotësisht metalike, një arkitekturë radikale. Rrota ka një bërtham të brendshme qeliku që fiksohet në aks dhe një daule të jashtme qeliku ku shkon shiriti i rrotullimit. Çfarë ka në mes? Nuk ka ajër. Në vend të tij, 12 cilindra të mbushur me azot dhe 6 amortizator të mbushur me vaj lidhin të dyja pjesët. Këta cilindra veprojnë si një sistem pezullimi ultra robust, duke thithur goditjet dhe duke ofruar fleksibilitet, ndërsa shiriti i jashtëm i rrotullimit është prej poliuretani ose qeliku, i projektuar për të zgjatur nga 3 deri në 5 herë më shumë se një gomë konvencionale. Avantazet janë një listë dëshirash e çdo inxhinieri minierash. Zero rrezik shpërthimi nga shpimi ose mbinqeja, azoti është stabil. 25% më shumë ngarkesë dobishme, sepse struktura e qelikut është më e ngurtë dhe lejon kapacitet më të madh. Rezistencë më e madhe ndaj nxehtësisë dhe prerjeve, dhe dhëna ekonomike që bën çdo drejtues të qëndrojë gati. Gjatë gjithë jetës së saj të dobishme, kursen deri në 70% në kosto, krahasuar me goma tradicionale OTR dhe janë 100% të riciklueshme në fund të ciklit të tyre. Argumenti është bindës. Miniera që nuk po e sheh këtë teknologji, fjalë për fjalë, po fal para dhe po merr rreziqe të panevojshme çdo ditë. Është fundi një epoke dhe fillimi një tjetre, ku rrota pushon së qeni lëkura e dobët për të bërë komponenti më i besueshëm i gjithë automjetit. Por teknologjia e avangardës nuk shërben vetëm për të ecur përpara dhe për të pushtuar terrenet më brutale të planetit. Gjithashtu ka një mision base më kritik, t'ju nxjerrë nga gropa, fjalë për fjalë dhe figurativisht, kur gjithçka shkon keq. Sepse, për çfarë shërben kamioni më i aftë në botë nëse, pas një dështimi mekanik ose një aksidenti, mbetet i imobilizuar në një rrugë të largët për ditë të tëra. Prova e vërtetë e inxhinierisë moderne nuk është vetëm të parandalojë fatkeqësinë, por ta zgjidhë atë me një elegancë dhe një shpejtësi që duken si magji. Po sikur t'ju them se shpikja e radhës për të cilën do të flasim, mund të shpëtojë një kamion të përmbysur prej 40 tonësh në vetëm 15 minuta, pa pasur nevojë për vinca gjigant dhe që mund ta bëjë një person i vetëm. Përgatituni, sepse ajo që vjen ripërcakton plotësisht konceptin e ndihmës në rrugë. Mendoni për tingullin më të shtrenjtë që mund të dëgjojë një transportues, heshtja e papritur e një motori dizel e ndjekur nga klikimi i koti kontaktit. Jeni në një rrugë nacionale, 100 km nga punishtja më e afërt, me një ngarkesë që mund të prishet e cila shkon dëm minut pas minute. Kamioni juaj, prej 40 tonësh, është shndërruar në një shkëmb të palvishëm në anë të rrugës. Thirrja për një vinç ndihme të specializuar aktivizon një orëre, fundi i së cilës është llogaria juaj bankare, orë pritjeje, mijëra dollar në kosto shërbimi, plus humbja totale e udhëtimit. Ky është makthi logjistik që ndjek çdo shofer, çdo flot, çdo kompani. Por po sikur ai makt të mund të reduktohej nga orë në minuta, po sikur shpëtimi të mos kërkonte një ekip kolosal, por një aksesor të thjeshtë që çdo kamion mund ta mbajë. Inovacioni në transportin e rënd nuk ka të bëjë vetëm me të ecurit më shpejt ose të ngarkuarit më shumë. Ka të bëjë me rezistencën, me zhdërimin e pikës së dështimit katastrofik në një shqetësim të thjeshtë operacional. Në këtë kapitull, futemi në botën e shpëtimtarëve mekanik, ku genialiteti njerëzor ka krijuar mjete që jo vetëm riparojnë, por i përcaktojnë se çfarë do të thotë të jesh i mbetur në rrugë. Këtu, fatkeqësia gjen antidotin e saj. Rimorkuesi universal, bashkon çdo kamion në 15 minuta, vetëm ju.
Skena është dekurajuese. Kamioni juaj, një trailer i rënd, ka një defekt në aksin e pasme. Nuk do të lëviz me mjetet e veta. Protokolli tradicional është një rrugë mundimesh. Të telefonosh një qendër, të presësh që një vinç lowboy, një rimorkio me platformë të ulët, i disponueshëm të mund të devijojë drejt vendodhjes suaj, një udhtim që mund të marrë orë. Pastaj, procesi kompleks i ngarkimit të një automjeti të asaj madhësie dhe peshe, me rampa, kavo dhe shumë mjeshtëri. Së fundi, transporti deri në një punishte, ku ngarkesa juaj duhet të transferohet në një kamion tjetër nëse doni ta shpëtoni. Kostoja totale mund të kalojë lehtësisht $5.000, pa llogaritur gjobat për dorëzim të vonuar dhe humbjen e besimit të klientit. Është një goditje financiare nga e cila shumë operacione të vogla nuk marrin veten. Përballë këtij problemi shekullor, një kompani holandeze, specialiste në pajisjet e manipulimit, vendosi të zbatojë një logjik brutalisht të thjeshtë. Pse të mos përdorim një kamion tjetër për të shpëtuar kamionin e dëmtuar? Shpikja e tyre, sistemi TGO, është materializimi i asaj ideje dhe eleganca e saj qëndron në thjeshtësinë e saj. Harrojini vinçat, rampat hidraulike komplekse dhe ekipet e specializuara që shërbejnë vetëm për një gjë. TGO është esencialisht një sistem bashkimi mekanik që mbërthehet në rrotën e pesë të çdo kamioni traktor shpëtimi. Kështu funksionon magjia. Kamioni i shpëtimit, i pajisur me TGO, bërin të automjeti i dëmtuar. Operatori, vetëm një, këmbëngull, një person i vetëm, vendos sistemin. TGO ka disa krah me rrota që rrëshqasin poshtë gjysmë rimorkios së kamionit të dëmtuar. Duke vepruar me një mekanizëm pastërtisht mekanik, pa linja hidraulike të jashtme apo lidhje komplekse, ngres kajin e përparmë të gjysmë rimorkios deri në lartësinë e saktë të rrotës së pesë të kamionit të shpëtimit. Pastaj, kamioni i shpëtimit lëviz mbrapsht, bashkohet dhe klik. Në atë moment, gjysmë rimorkioja e dëmtuar, me ngarkesën e saj të paprekur brenda, është dëruar në një rimorkio të thjeshtë që kamioni i shpëtimit mund ta çojë në destinacionin e tij. Shifrat flasin vetë, 15 minuta. Kjo është koha totale mesatare që nga mbëritja deri në bashkimin e kamionit të dëmtuar dhe gatishmërinë për të rimorkuar. Jo orë, 15 minuta. Dhe kamioni i shpëtimit, pasi çmontohet TGO, vazhdon të jetë një kamion traktor plotësisht funksional. Nuk është një automjet i dedikuar, është një aset i flotës suaj që, i pajisur me këtë aksesor, shndërrohet në policën tuaj të sigurimit celular. Kursimi është stratosferik. Shmangni koston e një vinçi të specializuar, minimizoni kohën e imobilizimit dhe më e rëndësishmja, shpëtoni ngarkesën. Ngarkesa vazhdon udhtimin e saj drejt klientit, vetëm se tani tërhiqet nga një kal tjetër. Ky nuk është një përmirësim inkremental, është një ndryshim paradigme në menaxhimin e defekteve. Është diferenca midis një fatkeqësie operacionale dhe një ndërprerie të thjeshtë në shërbim. Është, me dy fjalë, eficiencë e pastër. Kafazi anti-shpërthim. Ndërimi një gome gjigante pa e çmontuar. Tani le të ndryshojmë skenarin. Nuk është një defekt mekanik, por një nga urgjencat më të zakonshme dhe në të njëjtën kohë më të rrezikshme në rrugë, një shpërthim gome. Një gomë kamioni e fryrë në presione që mund të kalojë 100 pesi, rua një energji të jashtëzakonshme. Kur dështon, veçanërisht gjatë çmontimit ose fryrjes pas një riparimi, mund të shpërthejë me një dhunë vdekje prurëse. Fragmentet e gomës dhe metalit shndërrohen në cifla. Çdo vit, mekanik dhe shofer mbeten të plagosur rënd ose vdesin në këto aksidente. Frika është e justifikuar. Puna e ndërimit të një rrote kamioni në rrugë është mbase detyra më e rrezikshme që një shofer mund të përbalojë jashtë kabinës. Zgjidhja tradicionale, bariera sigurie voluminoze, procese të ngadalta që kërkojnë çmontimin e rrotës nga aksi dhe një rrezik latent që askush nuk dëshiron ta marrë. Por, po sikur të mund ta riparonit gomën pa e hequr fare nga kamioni. Po sikur të mund ta bënit brenda një kafazi qeliku të mbrojtur nga shpërthimet. Kjo është propozimi radikal i Tire Spider, një sistem i zhvilluar midis Polonisë dhe Shteteve të Bashkuara, që duket i dalë nga një film aksion. Tire Spider nuk është një vegjël, është një punishte celulare gomash e kapsuluar në një kafaz sigurie. Njësia i afrohet kamionit me rrotën e dëmtuar. Operatori vendos kafazin e qelikut, që duket si një diep gjigant rreth gomës, e cila vazhdon të jetë montuar në aks. Pasi sigurohet, brenda atij kafazi është vendi ku ndodh magjia, ose më mirë, inxhinieria e saktë. Sistemi përfshin një çekan goditës hidraulik me 2 krah, që, i kontrolluar nga jashtë, mund të thojë mbulljen e rrethit. Gjithashtu ka një ndërrues gomash portativ të aktivizuar me ajër të kompresuar, që manipulon gomën e vjetër dhe monton terren të gjitha brenda kafazit. Kafazi është projektuar për të mbajtur forcën e një shpërthimi. Nëse gjatë çmontimit ose fryrjes së gomës së re, që bëhet gjithashtu brenda kafazit me një fryrës të sigurt, ndodh më e keqja, shpërthimi mbetet i kufizuar.
Ciflat nuk arrinte operatori. Fraza nuk mund të jetë më e qartë. Kjo nuk është një luks, as një komoditet, është një pajisje sigurie jetike. Lejon zëvendësimin e një gome të dëmtuar në pak minuta, në rrugë, nën shi ose natën, pa rrezikuar jetën e operatorit. Për çdo flotë që vlerëson personelin e saj, Tire Spider pushon se qeni një shpenzim për të bërë një investim moral dhe praktik i domosdoshëm. Shndërron një procedurë me rrezik të lartë në një operacion rutinë dhe të sigurt. Kamioni zjarfikës portativ. Një stacion zjarfikësish në koshinë e një kamioni rrotullues. Përfundimisht, le ta çojmë krizën në një shkallë më të madhe, në atë që kërcënon jo vetëm një kamion, por pyje të tëra, impiante industriale ose komunitete. Zjarret masive, veçanërisht në zona rurale ose me qasje të vështirë, ka një armik të përbashkët: mungesën e ujit. Makinat zjarfikëse tradicionale varen nga rezervuarët e tyre të kufizuar dhe nga rrjeti hidrantëve, i cili në fshat thjesht nuk ekziston. Arritja në një liçen ose lumë të afërt mund të jetë e pamundur për një automjet urban. Koha ikën, zjarri zgjerohet dhe dëshprimi rritet. Përgjigja: të mos bëjmë një kamion zjarfikës më të madh, të bëjmë trupin e ujit të lëvishëm. Kompania US Fire Pump krijoi ERATS, Emergency Response Aqueous Transport System, dhe është saktësisht ajo që sugjeron emri i tij. Një sistem transporti uji emergjence, por me një kapacitet që duket si shkencë fiktive. Gjëja më e pabesueshme është platforma e tij. Nuk është një shasi e specializuar tejet e kushtueshme. Është një sistem i projektuar për të transportuar në koshin e një kamioni rrotullues standard. Çdo kamion rrotullues i fortë mund të zhderrohet në çështje orësh në njësinë e luftimit të zjarrit më të fuqishme në një rreze prej qindra kilometrash. Sapo mbërrin në vendin e fatkeqësisë, sistemi vendoset. Modeli i tij më i fuqishëm vendos 4 pompa zhytëse me kapacitet të lartë që lëshohen në trupin e ujit më të afërt: një liçen, një lumë, një pellg. Këto pompa nuk thithin, ato e shqyjin ujin. Tani bëhuni gati për shifrën: 37.850 litra ujë në minutë. Për ta vënë në perspektivë, një makinë zjarfikëse urbane elitare mund të pompojë rreth 5.000 litra në minutë. Kjo është 7 herë më shumë fuci pompimi. Uji shtyhet përmes tubave deri në 12 inç diametër, si një tub kanalizimi, drejt vendit të zjarrit. Kuptimi operacional është i jashtëzakonshëm. Ku më parë nevojiteshin 10 kamion zjarfikës që bënin udhëtime të vazhdueshme për të rimbushur, tani një ERATS i vetëm mund të krijojë një lumë artificial të vazhdueshëm nga burimi i ujit deri te flakët. Është diferenca midis mbajtjes së një zjarri dhe mbutjes së tij me vëlim të pastër. Është i dobishëm për zjarret pyjore, për të mbrojtur instalimet industriale, si rafinerit ose impiantet kimike, dhe për emergjencat në vende me infrastrukturë ujore të kufizuar. Jo vetëm që mbart ujë, krijon furnizimin e tij masiv dhe portativ. Në luftën kundër zjarrit, koha është territor, dhe kjo shpikje fiton kohë me lopata, ose më mirë të themi, me 10 mijëra litra në minutë. Megjithatë, revolucioni i vërtet në transport nuk është vetëm në tejkalimin e fatkeqësisë me mjete gjithnjëmë gjeniale. Kjo është reaktive. Ajo që po ndryshon lojën plotësisht është aftësia për të qenë proaktiv, për të projektuar kamion dhe logjistik aq të adaptueshme dhe efikase, saqë shumë nga këto fatkeqësi të parandalohen para se të ndodhin, dhe që çdo udhtim të jetë aq produktiv sa është, njerëzisht dhe digjitalisht e mundur. Kufiri i ardhshëm nuk është në balt ose në rrugën e dëmtuar, por në vetë natyrën e kamionit. A jeni gati të lini pas botën e emergjencave dhe të hyni në të ardhmen e logjistikës, ku kamionët ndryshojnë formë si transformerët, timonët lëvizin me telekinezë të dukshme dhe vinçat operojnë me syze që tregojnë një lojë elektronike. Përgatituni, sepse tani është vendi ku shkenca fiktive shndërrohet në faturë shitjeje. Deri tani, kemi parë teknologji që përgjigjet, që reagon ndaj baltës, defektit, zjarrit. Janë shpikje të lavdishme, por në thelb janë zgjidhje mbrojtëse. Megjithatë, revolucioni i ardhshëm dhe më i thellë në transportin e rënd nuk është reaktiv. Është proaktiv, transformues dhe radikalisht efikas. Bëhet fjalë për i projektimin e vetë automjetit dhe funksionit të tij në mënyrë që jo eficienca, mbetjet dhe rreziku të zhduken para se të materializohen. Po hujmë në epokën e logjistikës likuide, ku një kamion ose një rimorkio pushojnë së qeni mjete me një qëllim të vetëm për të bërë platforma mutante. Të afta të ndryshojnë formën dhe funksionin e tyre sipas nevojave të minutës.
Kjo nuk është optimizim, është rishpikje në kohë reale. Imagjinoni një flotë ku asnjë udhëtim nuk bëhet bosh, ku shoferi ka pamjen e përsosur për çdo detyrë milimetrike dhe ku operimi i makinerive të rënda është aq i sigurt dhe i saktë sa të luash një lojë elektronike. Ti ngëlon si një ardhme e largët, por e vërteta është se këta kamion tashmë po qarkullojnë dhe po rishkruajnë rregullat e përfitimit dhe sigurisë. Lidheni ripin, sepse do të eksplorojmë teun e briskut të inxhinierisë, ku adaptueshmëria është superfuqia më e vlefshme. Rimorkioja Kameleon, nga transportimi i makinave te mbajtja e kontenereve në pak minuta. Dhimbja është e lehtë për të identifikuar dhe brutale në magnitudën e saj. Në industrinë e transportit automjeteve të reja, ekziston një shifër që djeg brendësitë e çdo menaxheri logjistike. 42% e udhëtimeve të kthimit të transportuesve të makinave kryhen bosh. Mendoni për këtë. Pothuaj se një në çdo 2 udhëtime, një traktor me një rimorkio të kushtueshme mbartse makinash kthehet në bazën e tij pa gjeneruar asnjë qindark të lartë të ardhurash. Vetëm konsumon karburant, konsumon gomat, paguan rroga dhe emeton dioksid karboni. Është një vrimë e zezë financiare dhe mjedisore me madhësinë e një kontinenti. Gjatë dekadave u pranua si një kosto e pashmangshme e biznesit, derisa një kompani kanadeze, Convertible Concepts Corporation, vendosi që fjala e pashmangshme nuk ekzistonte në fjalorin e saj. Shpikja e tyre është një pyetje e bërë çelik. Po sikur rimorkioja të mund të pushonte, së qeni një mbartse makinash në udhëtimin e kthimit. Përgjigja është rimorkioja e konvertueshme, një kryevepër e inxhinierisë hidraulike dhe mendimit anësor. Nga jashtë, në konfigurimin e saj standard, është një transportues automjetesh me disa nivele si çdo tjetër. Por kur shkarkon automjetin e saj të fundit dhe është gati për udhëtimin e kthimit, magjia fillon. Shoferi, nga një panel kontrolli, aktivizon sistemin. Në mënyrë të sinkronizuar dhe të matur, platformat palose që mbanin automjetet fillojnë të tërhiqen dhe të palosen hidraulikisht. Në çështje minutash, jo orësh, minutash, ajo që ishte një strukturë komplekse me shina dhe rampa, shtërohet në një platformë të sheshtë, të gjatë dhe plotësisht të pastër. Është si të shohësh një transformer në lëvizje të shpejtë. Papritur, keni një rimorkio me dysheme të sheshtë, gati për të ngarkuar gjithçka. Makineri industriale, materiale ndërtimi, paleta, ose madje edhe kontener detar prej 40 këmbësh. Fal faktit se struktura integron pikat e ankorimit twist lock standard. Impakti ekonomik është aq i qartë sa tingulli i një arke regjistruese. Shndërron kilometrat bosh në fitime. Ai udhëtim kthimi që më parë ishte një humbje e pastër, tani është një udhëtim ngarkese i paguar. Një aset i vetëm, rimorkioja, u shërben tregjeve të shumta, ati të automjeteve të reja në një drejtim dhe ati të ngarkesës së përgjithshme ose kontenereve në tjetrin. Eficienca e aseteve rritet jashtëzakonisht. Gjurma e karbonit për ton të transportuar ulet ndjeshëm. Kjo shpikje nuk është vetëm një kursim, është një gjenerues i linjave të reja të biznesit. Një rimorkio e vetme mund të shërbejë 2 klientëve të ndryshëm në një cikël të vetëm, duke maksimizuar dobinë e saj 24 orë në ditë. Godet bërthamën e mbetjeve logjistike dhe e zhderon në mundësi. Është ëndra e çdo operatori e bërë realitet. Fleksibiliteti absolut. Timoni udhëtar ndryshon anë në 30 sekonda për një pamje të përsosur. Tani, le të ndryshojmë shkallën, por jo filozofinë. Le të mendojmë për një automjet shërbimi, një kamion bashkiak që pastron rrugët, një Unimog në një vreshë duke kryer detyra precize, një makinë që krasit pemët pranë një rruge. Sfida këtu nuk është vëllimi, por saktësia dhe siguria. Shoferi ka nevojë për një shikueshmëri optimale të pajisjes së punës, një fshesë, një krah krasitës, një spërkatës, që zakonisht ndodhet në njërin anë të automjetit. Tradicionalisht, kjo nuk kuptonte automjete të specializuara me kabina qendrore ose ndenjëse rrotulluese, ose çka është më keq, që shoferi të përdridhet rrezikshëm për të parë nga dritarja e gabuar. Zgjidhja zakonisht ishte e kushtueshme, komplekse dhe e ngurtë. Mercedes-Benz, me Unimogun e tij legjendar, platformën multifunksionale par excellence, aplikoi një dozë genialiteti pragmatik. Zhvilloi sistemin Vario Pilot dhe propozimi i tij është aq i thjeshtë sa të dhëm që nuk e ke menduar më parë.
Po sikur timoni, paneli instrumenteve dhe pedalet të mund të rëshqistin nga njëra anë në tjetrën të kabinës. Nuk po flasim për një rregullim pjerësie, po flasim që i gjithë kompleti i drejtimit lëviz fizikisht nga ana e majt në anën e djathtë të kabinës ose anasjeltas. Procesi është një spektakel i inxhinierisë së thjeshtë. Shoferi liro një sigurues dhe me butësi rëshqet të gjithë kolonën e drejtimit, kuadrin e instrumenteve dhe kompletin e pedaleve përmes një shine. Në më pak se 30 sekonda, i gjithë sistemi i kontrollit ka ndryshuar anë. Nuk duhet rilidhur kablo komplekse. Është një sistem plug and play, mekanik hidraulik elektronik. Përfitimi është monumental, siguri dhe saktësi totale. Keni nevojë të operoni një krasitëse hidraulike në anën e djathtë të kamionit, pra një gardi ose një kanali, lëvizni timonin në anën e djathtë dhe keni një pamje panoramike dhe direkte me kontrolin e plot në dorën tuaj. Pastaj duhet të drejtoni në një rrugë normale. Në gjysmë minute, çdo gjë kthehet në pozicionin standard të drejtimit. Ky sistem i flet direkt një nishe, bashkive, bujqësisë së precizionit, shërbimeve publike, ndërtimit, ku shikueshmëria është sinonim i sigurisë dhe cilësisë së punës. Eliminon pikat e vdekura kritike gjatë operimit të pajisjeve të specializuara. Redukton lodhjen e operatorit, i cili nuk duhet më të përdret qafën për orë të tëra. Garanton që pa marrë parasysh detyrën, shoferi gjithmonë të ketë pamjen më të mirë të mundshme të frontit të punës. Në një botë ku një gabim prej centimetrash mund të thotë dëmtim të infrastrukturës publike ose lëndim të një këmbësori, Vario Pilot nuk është një kuriozitet. Është një sistem sigurie aktive që ripërcakton ergonominë e punës së rëndë. Vinci i realitetit virtual operon me saktësi kirurgu nga kabina. Përfundimisht, le ta çojmë adaptueshmërinë dhe saktësinë në ekstrem absolut. Bota e vinçave pyjor dhe të ndërtimit është një balet i forcave kolosale, ku operatori, i mbyllur në një kabinë në kamion ose në vetë vinçin, duhet të manipulojë ngarkesa prej disa tonësh me delikatesë milimetrike, duke u udhëhequr shpesh nga shenjat e një punëtori në tokë dhe duke luftuar kundër pikave të vdekura gjigante. Është një punë me rrezik të lartë, ku një gabim perceptimi mund të shkaktojë aksidente katastrofike. Produktiviteti gjithashtu është i kufizuar nga nevoja për të lëvizur ngarkesën me kujdes ekstrem. Kompania pioniere Hub e pa këtë problem dhe nuk pa një vinç, pa një problem të ndërfaqës njëri makinë. Zgjidhja e saj, sistemi High Vision, është aq futuriste sa duket si magji, por bazohet në një teknologji që tashmë ndodhet në shumë shtëpi, realiteti virtual dhe i shtuar. Sistemi zëvendëson dritaret dhe pasqyra tradicionale të kabinës së vinçit me diçka shumë më të fuqishme. Kështu funksionon kërcimi kuantik. Operatori vendos një kask të realitetit virtual me definicion të lartë. Në atë çast, bota e tij vizuale ndryshon plotësisht. Përmes kamerave të shumta dhe sensorëve me definicion ultra të lartë të vendosur strategjikisht në krahun e vinçit dhe në kamion, sheh një pamje në person të parë në 360 gradë të gjithë mjedisit të punës. Nuk është vetëm një video, është një përvojë e realitetit të shtuar. Mbi imazhin në kohë reale të trungut që po manipulon, sistemi mbivendos të dhëna kritike, linja udhëzuese të pozicionit, kënde rrotulimi, peshën e ngarkesës, distancën nga pengesat, kufijtë e stabilitetit të kamionit. Është sikur operatori të kishte një lojë elektronike me hile informative që i tregojnë saktësisht se si të lëviz çdo centimetër të ngarkesës. Implikimet janë të mëdha. Siguria, 0 pika të vdekura. Operatori sheh gjithçka, nga maja e grepit deri te rrotat e kamionit, pa lëvizur. Eliminon plotësisht rrezikun e aksidentit nga mungesa e shikueshmërisë. Saktësia dhe produktiviteti. Mund të manipulojë ngarkesën me saktësinë e një kirurgu, duke vendosur trungje ose trar në vendin e saktë në përpjekjen e parë. Kjo përkthehet në lëvizje më të shpejta, cikle ngarkimi më të shkurtër dhe në fund të fundit, më shumë tonë të lëvizur për ditë pune. Por e ardhmja është edhe më radikale. Hub tashmë parashikon hapin e radhës. Nëse operatori mund të shohë dhe të kontrollojë gjithçka nga një kask në kabinë, së shpejti do të mund ta bëjë nga një kask në një bir kilometra larg. Drejtimi në distancë i kamionit dhe operimi në distancë i vinçit janë horizonti i pashmangshëm. Kjo jo vetëm që shpëton jetë duke nxjerrë njerëzit nga mjedisi i rrezikut, por demokratizon qasjen te operatorët e specializuar, të cilët mund të kontrollojnë makina në kontinente të ndryshme nga një qendër kontrolli. Po flasim për çmaterializimin e rrezikut në punë në formën e tij më të pastër. Këto nuk janë prototipa të panajireve tregtare as koncepte dizajni. Janë mjete reale, me numra serie, fatura dhe klient të kënaqur, që sot po shohin një kthim investimi të prekshëm. Rimorkjoja e konvertueshme po mbush udhëtimet Bosch. Unimog me Vario Pilot po krasit gardet me siguri absolute dhe vinçat High Vision po lëvizin dru në pyjet nordike me një eficiencë rekord.
Revolucioni i transportit të rënd nuk është më një premtim, është një realitet operacional në mijëra kompani që refuzuan të pranojnë se gjithmonë është bërë kështu. Autonomia dhe robotika. Keni parë se si kamionët pushtojnë baltën, shpëtojnë veten dhe ndryshojnë formën e tyre. Por ka një revolucion që operon në një nivel më të heshtur, më cerebral. Nuk bëhet fjalë për të transformuar makinën fizikisht, por për të çliruar mendjen e shoferit, për të shtuar sy dhe reflekse digital që parashikojnë gabimin dhe optimizojnë çdo lëvizje deri në një nivel të paarritshëm për një njeri. Ky është kufiri i autonomisë së asistuar dhe robotikës së integruar, ku kamioni nuk është vetëm një mjet, por një shok pune inteligjent. Nuk flasim për kamion pa shofer, ai është një qëllim më i largët, por për sisteme që veprojnë si bashkëpilot të pagabueshëm, të specializuar në detyra përsëritse, të rrezikshme ose të një saktësie mërzitshëm të përsosur. Këto shpikje nuk hungërin, ato pëshpëritin, por impakti i tyre në produktivitet dhe siguri është gjymimtar. Bujku robotik, kamioni që mbjell dhe korpa prekur timonin. Imagjinoni një fushë me kalam sheqeri në Brazil, kilometra brazda identike në një diell përvëlues. Detyra e kamionit që shoqëron korsen është e thjeshtë në teori, ta ndjek atë në një distancë dhe shpejtësi konstante për të marrë ngarkesën. E thjeshtë, por njerëzisht monotone dhe e prirur ndaj gabimeve nga lodhja. Zgjidhja e Scanias për këtë problem ishte Scania P284 i prezantuar në panelin Agro. Ky nuk është një kamion autonom në sensin e qarkullimit në rrugë publike. Është një automjet me autonomi georeferenciale në një mjedis të kontrolluar. Sistemi është elegant. Fusha hartohet digitalisht me koordinata GPS të saktësisë së lartë. Kamionit i caktohet një rrugë e paraqaktuar. Sapo aktivizohet modaliteti, sistemi udhëheqës automatike merr kontrollin e drejtimit, nxitimit dhe frenimit. Shoferi nuk zhduket, ai zhderohet në një mbikëqyrës. Puna e tij nuk është më puna raskapitëse e ndjekjes së një brazde për 10 orë, por monitorimi i sistemit, të qenit i vëmendshëm ndaj të papriturave, si një kafshë që kalon rrugën, dhe kryeria e manovrave të bashkimit dhe shkarkimit. Përfitimet janë të matshme në mënyrë të menjëhershme, një reduktim prej 10% në humbjet e korrjes, sepse distanca optimale me makinën korse mbahet vazhdimisht. Konsum më i ulët karburanti fal një nxitimi dhe frenimi të përsosur eficient. Dhe, gjëja më e vlefshme, shliron vëmendjen e operatorit për detyra me vlerë më të lartë, duke përmirësuar mirëqenien e tij dhe duke reduktuar gabimin njerëzor në pjesën kritike të procesit. Është automatizimi jo për futurizëm, por për ergonomi të pastër dhe etje për eficiencë. Piruneri i vetmenaçuar, rimorkioja që ngarkon dhe shkarkon pajisjen e saj. Një nga dhimbjet e mëdha të kokës në logjistikën e miljes së fundit është varësia nga infrastruktura. Arritja në një pikë shkarkimi pa një rampë ngarkimi ose pa një piruner të disponueshëm do të thotë në rastin më të mirë një vonesë dhe në rastin më të keq pamundësim për të përfunduar dërgjesën. Kompania polake Vesor e sulmoi këtë problem me një logjik të patmet. Nëse infrastruktura nuk është, le ta mbajë automjeti me vete. Por në vend që të shtonin një piruner të jashtëm që zë hapësirë dhe është një kundërpeshë e rrezikshme, ata e integruan në vetë dizajnin e rimorkios. Sistemi i tyre është një dysheme inteligjente. Dyshemeja e rimorkios me kuti të thatë është modifikuar me disa shina dhe një mekanizëm zhvendosjeje. Mbi të, uston një piruner elektrik kompakt dhe i lehtë. Kur kamioni mbërri në destinacionin e tij, shoferi nga jashtë aktivizon sistemin. Piruneri i ankoruar në mënyrë të sigurt gjatë udhëtimit, drejtohet vetë përmes shinave të brendshme dhe del nga pjesa e pasme e rimorkios, duke zbritur butësisht deri në tokë përmes një rampe të integruar. Në pak minuta, keni një pajisje ngarkimi operative, gati për të lëvizur mallin nga brendësia e rimorkios deri te platforma ose trotuari. Sapo përfundon shkarkimi, procesi anasjeltas. Piruneri ngjitet përsëri në rimorkio dhe fiksohet në pozicionin e tij të udhëtimit. Genialiteti është i dyfisht. Së pari, zgjidh problemin logjistik absolut. Garanton që gjithmonë do të mund të shkarkoni, në çdo vend. Së dyti, përmirëson sigurinë dhe dinamikën e automjetit. Duke udhëtuar i integruar dhe i centruar, piruneri nuk vepron si një kundërpeshë fluturuese që destabilizon rimorkion në kthesa. Në fakt, kur rimorkioja shkon bosh, pesha e pirunerit ndihmon në stabilitet. Është një simbiozë e përsosur midis kontenerit dhe mjetit, duke eliminuar një hallk të tërë të zinxhirit të varësisë së jashtme. Kontrolli i dyfisht. 2 timon për të zbutur qytetin e ngushtë. Ndërsa autonomia totale piqet, ka një nish ku kontrolli njerëzor është i pazvendësueshëm, por fizikisht i kufizuar, mbledhja e mbethjeve urbane.
Në rrugë të ngushta të qyteteve evropiane ose australiane, shoferi një kamioni mbledhës duhet të kryejë një vallëzim precisioni, duke ju afruar kontenerëve në trotuar, shpesh me trafikun që kalon centimetra larg nga ana e majt. Shikueshmëria nga ana e pasagjerit është e tmerrshme. Zgjidhja tradicionale janë kamerat dhe sensorët, por kompania italiane Iveco shkoi një hap më tej me një opsion çuditërisht të drejtpërdrejtë për tregun australian. Iveco me kontroll të dufisht. Nuk është një sistem timoni rrëshqitës si vario pilot, është më radikal, 2 stacione drejtimi të plot, të pavarur dhe funksional, brenda së njëjtës kabinë. Ka 2 timon, 2 komplete pedalesh, 2 kuadro instrumentesh. Shoferi mundet, në pak sekonda, të ndryshojnë densen. Kur hyn në një rrugë të ngushtë ose rreshtohet për të mbledhur kontenerët nga ana e djathtë, thjesht zhvendoset tendencia e pasagjerit që tani është vendi i tij i komandës. Nga atje, ka një pamje direkte dhe pa pengesa të trotuarit, kontenerit dhe krahut robotik të mbledhjes. Manovra kryhet me një saktësi dhe siguri të pamundur nga ana e majt. Pastaj, për një segment drejtimi normal në një bulevard, kthehet në ndensen e tij origjinale. Kjo shpikje nuk pretendon të jetë elegante, pretendon të jetë brutalisht efektive. I përgjigjet një nevoje specifike të një sektori, mbledhja, kufitimi i sekondave dhe centimetrave të precizionit për çdo ndalesë, përkthehet në rrugë më të shkurtra, më pak stres për shoferin dhe më pak rrezik për të dëmtuar automjetet ose pronën publike. Është adaptueshmëria fizike e dërguar në shprehjen e saj maksimale për të zgjidhur një problem taktik urban. Tregon se ndonjëherë zgjidhja më inteligjente nuk është një algoritëm kompleks, por të japësh shoferit mjetin e duhur për të parë botën nga këndi i përsosur. Këto 3 shpikje, ndjekësia autonome i fushës, rimorkioja me piruner të integruar dhe kamioni me 2 timon, ndajnë një filozofi të përbashkët, specializimin inteligjent. Nuk janë produkte masive, janë zgjidhje kirurgjikale për probleme shumë konkrete që gjenerojnë jo eficienca gjigante. Tregojnë se revolucioni në transport nuk është një monolit, por një mozaik inovacionesh që së bashku, por i përcaktojnë se çfarë do të thotë të lëvizësh botën. Njëri optimizon fushën, tjetri garanton dërgjimin në qytet dhe tjetri transformon punën më përsëritse. Së bashku, pikturojnë një të ardhme ku përpjekja njerëzore koncentrohet aty ku ka më shumë vlerë, në mbikëqyrje, menaxhim dhe marrjen e vendimeve komplekse, ndërsa makinat merren me ekzekutimin e përsosur dhe të parashikueshëm. Na tregoni në komente, cila shpikje nga të gjitha ato që pat ju habiti më shumë dhe pse? A ishte transformimi fizik, zgjidhja e një frike stërgjyshore, apo vizioni një të ardhmeje të largët? Dhe pyetja prej $1 milion, nëse do t'ju duhet të investonit në vetëm një nga këto sisteme për flotën ose biznesin tuaj që nesër, cili do të ishte ai dhe pse? Biseda është ajo që lëviz industrinë. Ndani perspektivën tuaj, sepse në këto komente mund të jetë ideja e radhës e madhe, ose konfirmimi që rruga që po ndiqni është e duhura. Shpërbërja është këtu, të hipni në të ose të mbeteni duke parë është tani më shumë se kur një zgjedhje.